Përshëndetje, mirë se keni ardhur në podcastin tonë. Sot do të falenderoj maturantët të cilët vendosin të merrnin pjesë. Ne do të lidojmë disa pyetje rreth autorit Ditëro Agolli me veprën Shkëlqimi dhe rënia e shokut të zyra. Si është emri profesor Romani? Atëherë kemi profesor Romani për kritika e burokracisë dhe hipokrizisë në shoqërinë socialiste. Përmes figurës së shokut të zyra, Ditëro Agolli na paraqet, domethënë ironizon fuqinë informal fjalët boshe dhe Kush është shoku i zyra dhe si paraqitet ai? Shoku i zyra është një funksionar mediator i cili flet shumë por vepron pak. Ai paraqitet si figurë shoqërake dhe tragjike njëkohësisht që kërkon lavdi personale pa pasur rast. Çfarë roli luan refugjiari Delka në veprën? Atëherë Delka është varfësi dhe fyltari i romanit. Ai është dëshmitari më i afërt i veprimeve të shokut të zyra, gjithashtu përfaqëson një rit të zakonshëm, i cili lëkundet midis nështrimit dhe ironisë, sërish mes Mesazhi për cilë Ditëro Agolli? Agolli përcjell mesazhin se pushteti pa përgjegjësi dhe pa moral çon shkatërri. Ironia shërben si mjet për zbuluar vërtetën dhe për demonstruar falsitetin. Si zhvillohet konflikti në roman? Konflikti zhvillohet mes propagandës dhe realitetit, mes asaj që thuhet dhe asaj që bëhet. Zyra ndërton shkëlqimin e tij mbi fjalë boshe dhe rënia e tij vjen si pasojë e paktësisë dhe absurditetit të Çfarë roli luan humori dhe ironia në vepër? humori dhe ironia në vepër janë mjetet kryesore artistike, sepse ato e bëjnë në kritikë më të pranueshme, duke përdorur një rol satirik dhe pa bërë nuk ka negativitet në këtë pjesë, domethënë nuk ka një kritikim të patjetër. Si romani ka rëndësi të veçantë në letërsisë shqiptare? Atëherë ky është një ndër romanet më të rëndësishme me satirën e letërsisë shqiptare, për shkak se guxon që të kritikojë burokracinë dhe mentalitetin e kohës, por pa prekur vlerat të çuditshme. Si ke momente përfaqëson me shartë rënien e shokut të zyra? Rënia e shokut të zyra shfaqet ku bëhet e dukshme se pas fjalimeve dhe projekteve të mëdha nuk ka asnjë rezultat konkret duke e nxjerrë figurën e tij si simbol të dështimit moral dhe politik. Si lidhet romani me realitetin e sotëm? Edhe sot romani mbetet aktual pasi burokracia, fjalët boshe dhe karriera ekziston në forma të ndryshme. Vepra në të të jemi kritik ndaj pushtetit dhe që të mos A do të rekomandoni të librin për nxënësit e gjimnazit? Po, sepse romani zhvillon mendimin kritik, ndihmon në krijimin e satirës dhe i mëson të rinj të lexojnë dhe të Ju falenderoj për pjesëmarrjen në podcastin tonë. Deri në episodin tjetër shihemi.